Bismillahirrahmanirrahim, shkojmë të fetvaja e radhës. Përdorimi i injeksioneve, marrja e gjelpanave. Kemi disa lloje të injeksioneve të cilat sot kohën bashkëkohore përdoren. Kemi injeksionet të cilat merren në muskuj apo në vend të gjakut. Injeksionet të cilat merren në muskuj, se fjala në kuk, në kofshnalt, apo në vend të gjakut, me ndiku ma shpejt, me të nalë dhimt, injeksionet që qëtë mjeku njerëzit që janë të ftofon, kanë grep, të marë për dit, a i natën s'ka këmërë, shko marë ditën. Këto nuk e prishin, asnjë. Nuk e prishin. Por ka për injeksioneve të cilat ipen në ven, gjakut, por janë ushqyse, janë shumë të vogla, por janë ushqyse. Kanë proteina, kanë ushqim të fortë që ipen njerëzve të shtynë në mosh, ipen njerëzve që kanë humbë langje shumë, janë lodhë shumë, për mi forcu me majt e hipen. Dhe me thonë për ushqen smutin. E njeriu mund tjetoj me to, sepse kjo është pak, ndoshta shtynë dhe imramje, por kjo sikurse infuzioni i madh, të cilin e merr nëpërmjet venës së gjakut, dhe mundesh me jetu me të kohë gjatë. Nuk diskutohet se infuzioni i gjakut e prish, infuzioni, ushqim artificial e prish, sepse me të mund tjetë njeriu gjatë. E nëse ai e prish për faktin se është ushqyes, edhe gjelpana e vogël e cila ka elemente ushqyese, proteine të tjerë, ani pse shumë e vogël, por pak e një njeriu në forcë, në energji, e mur vetën pak. Kjo nuk diskutohet se edhe kjo lloj injeksioni e prish. Zotë e denë më së miri. Wassalamu alaikum.